Ma jep një mendim sa i përket temës, lutem. Feminizëm, pak e cekët edhe ju një tros që të thët kja si femra u bo bornesh e burrat jenë bo borreca. Nështë pi kundërshtoj se ju 3 femra jeni këtu pi ju kundërshtoj nështë po kësisoj është. Po? Ti po thua që gratë për të projnë? Po pa tjetër, unë kam qika edhe djem. Po? Unë jam një general, dhe më thonë, për mi 50 vjeqe, po dhe thët që qika edhe djem kam, po për stepi për të projnë pak feminizmi. Tash, është femër apo burë? Po. Në venin e ka zonë, qësh me thonë, e kanë zonë venin e burnis, e burra nuk po katash. Për me tartë keq, adin, se për para shemëll, me të vërtet ka pas burra dhe oda, po në ditën e sot, s'po ka më oda. Shumë pak, venin rurale. A i kanë fajt femrat, pra? Jo, në këtë pikë nuk i kanë femrat fajt, po unë jetojnë për endim, po femrat nuk i kanë fajt, po na i kena fajt. Adin, se tash na, kër e kena lyp demokracinë kohën e Rogovës, shemëll politik, po flas, në kohën e Rogovës, kër e kena lyp demokracinë, na s'kem qarë pa pranu tash që ditë. Adin, se në perëndim, është femra, do me thonë, Gjermani është bornesh. Po. Tregu diçka sinqerisht. Ti përmende dhe vajzat e tua që i ke në shtëpi. Apo, janë pa martuara, apo? 2 i ku martu, po. Ka ndonjë kërkesë kështu që i kundërshton më të madhe?